pa e ditë që broha po dën me shkrep. Ka pas një snajperkë austriake, sa qelem shel syt që thonë kështu populli, i kemi po 3 serb që veç kanë mbet. U takum në Gajrak edhe po thoj shohemi në Malishev. Edhe i milshu në Malishev, Gajrakit e poshtë, jemi hinë Malishev, i milshu të lagja i veselajve. Shkit kanë qenë, forcat policore kanë qenë në livadhe të lu futbol. Qetë, komoditet. Ne nuk i kishim një distancas 30 metra. Po për koincidenca ditë, më vonë tani kemi kuptu në lajmet që i jep ka të radio televizioni Prishtine, se a ditë kështë qenë zavend kryminisi i Serbijës Vuk Draškovići vizit. Edhe ne e pam konvojnë e madhë që qarkullante. Edhe jemi pozicionun kështu pa e ditë që broha po dën me shkrep. Edhe ka pas një snajperkë austriake me një mbushet madhe të barutit, edhe i ka godit sa qelem shel syt që thonë kështu populli, i kemi po 3 serb që veç kanë mbet. Të vrarë. Në shtëpinë të fusha ku lëzin aty, se është lumi, shtëpia të veselëve të përpara, lumi në ndante edhe me thonë 200 metra, se as 200 metra s'kanë qenë. Edhe në shtëpiat përballë kanë qenë pozicionet serbe në balkonat e shtëpive me thas të bërë si fortifikim për ta, kanë qenë pozicionun snajperistët edhe kanë qenë 2-3 pushkomitralazë, kanë fillu me gju pa kontrol. Po njëri prej tyne serve që gjujke me pushkomitralazë është ndoga fortifikime edhe i ka lyp diçka prej katit nalt balkonit, ka qenë shtëpia e Sadri Mazrejkut ajo, aty, së dështë e shtëpia aty, edhe ka kërku diçka, kemi po një ushtarit, një policit serb, edhe unë e kom pas snajperkën aty, e kom pas që aj përjep koordinatat prej neve, aty të në edhe unë e kom godit ato, dhe kom lanë kështu dvjerën në balkonin e shtëpijës, kanë fillu serb me gju, bashkimi kujtej me zeqen, kanë gju shumë me Kalashnikov, kanë gju edhe disa bomba, edhe fati mirë që atyne nuk ju din të ka ju vend të goditja. Ne kemi shëndru aty edhe një orë, kanë orë ditë të shtëpijat, kanë orë, se do shte pa besushme me thonë, po të dyrë të shtëpija, kanë orë politë serb me pezgoajera, me artilleri të ranë që kanë gjujt fshatin Gajrak, edhe e gjunin kështu, e kërnin një farmyre me pluma malin për pjetë. Ne nuk kemi bazan, aty kemi najtë qetë pas panikas, frikas, më shumë disi energji, edhe jenë largu ata për një moment, kemi fillu në më në gjitë lartë. Duke unë gjitë lartë, u lodhën pak si ishte për pjetë e madhe, edhe ushtrim. Bra, po më thetë, tha Dardan, tha, keq jemi pozicionu. Tha, të ndrojmë, tha, pozicionet se, tha, jenë në pozit, tha, që në shenjesër që mujnë me na godit letë. Besë, ne s'ka shkuas me thonë 1 minut, shumë është me thonë 1 minut. Me thonë sa kemi bon levizjan, ka fillu prejmi aty në lisa ku mi ka për shtetë. Me në korë. Kemi najtë edhe aty dhe për aty të kemi godit, kemi gjujt me snajperka politë serb, me vupak pozicionimin, e kanë granatu shumë fshatin, atë ditë fshatin Gajrak, fshatin Dragobil edhe Marali, po për fatë mirë pa dame, kemi gjitë në lartë, kemi shku me një odë aty së bo ka gjavan, nanën që kisha lo nalë, tish pas shqetsu shumë, a di që ka ndodhë, se jo pëse ne kemi di që kemi hinë luft edhe na u kanë vra dhe shok, aty kemi kuptu atë natë që jashtë edhe inqizem e kam që janë të raportur, ne kemi ma djele me emna, janë 3 politë serbe dhe 6 të plagosën, edhe është një moment historik për luftën tonë, se
ata e kanë raportu që u gjujt në ditën kur ishte në vizitë Zavendës kryeministi serb. Po, Trashković.